Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Ku të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Pushuesit në plazhet publike të Vlorës rrezikojnë të lahen në disa prej zonave më të ndotura në vend. Plazhet e përcaktuara nga bashkia për këtë sezon kanë rezultuar me ndotje bakterologjike, duke ngritur shqetësime serioze për shëndetin e qytetarëve dhe turistëve. Ambientalisti Niko Dumani kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia e Vlorës për përmirësimin e cilësisë së ujrave dhe ndalimin e kanaleve të ujrave të ndotura, të cilat derdhen në det. Plazhet publike që janë përcaktuar nga Bashkia e Vlorës për qytetarët gjatë këtij sezoni veror janë konsideruar më herët si të papërshtatshme për plazh nga Instituti i Shëndetit Publik, pasi analizat laboratorike kanë evidentuar ndotje të ujit detar. Cilësia e plazheve publike të përcaktuara nga Bashkia e Vlorës për qytetarët lë për të dëshiruar. Kjo si rrjedhoi e ndotjes alarmante që ato kanë edhe nga shkarkimi i kanaleve të ujrave të ndotura në det. Këtë fakt e konfirmon edhe ambientalisti Niko Dumani, i cili shpreh se këto plazhe nga analizat e kryera nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit kanë rezultuar të kategorisë D, me ndotje bakteriologjike të cilat sjellin shqetësime serioze tek qytetarët dhe turistët që do t'i frekuentojnë. Duke folur konkretisht, po them që jemi pikërisht në një nga plazhet publike të Bregdetit të Vlorës. Ka një shqetësim të hershëm për shumë vitesh lidhur me cilësinë e plazheve, jo vetëm të ujrave, por edhe të mjedisit ranor. Por ato informacione që kemi më shumë janë për mjedisin detar. Të dhënat për cilësinë e ujrave detare nga ndotjet bakteriologjike jep Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila çdo vit publikon të dhëna statistikore për cilësinë e ujrave detare, ku bëhen analizat bakteriologjike dhe sipas një klasifikimi bëhet që ujrat detare ndahen në 4 grupe, A, B, C, D, përkatësisht cilësia e shkëlqyer, cilësia e mirë, cilësia e mjaftueshme dhe cilësia e keqe. Shqetësimi lidhur me këtë problem që po trajtojmë është që disa nga plazhet të Vlorës, të Bregdetit Vlorës, janë me ndotje të kategorisë D, që ka ndotje bakteriologjike me 2 indikatorët e saj, janë grupi i baktereve patogjen Enterococcus intestinalis me përfaqësues Escherichia coli dhe Streptococcus fekal, të cilët janë pasqyruar dhe publikuar me vlera reale të ndotjes së ujrave detare. Pikërisht këtu ku jemi, kemi të publikuar nga kjo ministri që ky plazh publik ku jemi ne, por edhe plazhet e tjera ranor, siç është plazhi i vjetër, siç është plazhi i ri, janë të kategorisë D. Është një nga shqetësimet, sepse përveç këtij fakti, duke bërë një analizë, Vlora ka prioritet zhvillimin e turizmit. Dhe turizmi në Vlorë është kryesisht turizmi detar. Dhe nga turizmi detar, frekuentimi i turistëve është rreth 71% të ditëve të qëndrimit në Bregdet. Dhe ne kërkojmë dhe politikat bëjnë punë për të tërhequr turistët, por çfarë u ofrojmë në plazhe, sidomos cilësinë e ujrave, të cilat faktikisht janë të ndotura. Dalin disa shqetësime. E para ajo që i bie përgjegjësi bashkisë, e cila është autoriteti publik i administrimit të territorit dhe të mjedisit, në përgjithësi të pastërtisë së mjedisit toksor dhe vijës bregdetare. Ndotja e ujrave të detit është me impakt një e rëndësishme jetike për jetën e njeriu, për zhvillimin e biodiversitetit dhe për një ekonomi të qëndrueshme, sepse mjedisi detar pranon shfrytëzimin ose zhvillimin e disa formave të bizneseve që ndihmojnë ose zhvillojnë ekonominë e vendit tonë. Këto plazhe të kategorisë D, sipas specialistit të mjedisit Dumani, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia e Vlorës për të përmirësuar cilësinë e ujrave duke ndaluar kanalet e ujrave të ndotura që derdhen në det. Në kategorinë D, që thuhet cilësi e keqe, ka një klauzol të merren masa të menjëhershme. Por masat e menjëhershme nuk kupton jo me muaj, jo me vite, jo me ndërhyrja e masave të menjëhershme për plazhet e Vlorës, sepse praktikisht edhe plazhi i ri, plazhi këtu ku jemi te ky plazh publik, plazhi që tu jemi në një pjesë të plazhit publik të quajtur plazhi Akademia,
kemi 2 plazhet e vjetër, kabinat edhe kampi pionerëve, por kemi se shtrirja e frekuentimit të plazheve të vjetër, kanë kaluar deri te derja e ujrave nga hidrolori, për të cilat atë territor të ujrave detare nuk ka të dhëna për cilësinë e ujrave. Ky është shqetësim, është kontradiktor dhe është me përgjegjësi që pse nuk merren masa për të përmirësuar cilësinë e ujrave detare, është përgjegjësi që sipas cilësia e keqe e ujrave kërkon masat e menjëshme, që masat e menjëshme janë masa drastike, të cilat do të sjellin shqetësime të fuqishme lidhur me frekuentimin nga turistët. Dumani thot se për qytetarët është tepër e dëmshme për shëndetin të pushojnë në të tilla plazhe. Gjithashtu kjo situatë sipas tij shkakton një dëm të madh edhe në sektorin e turizmit. Pasojat e ndotjes janë në shëndetin e njerëzve, janë me pasoja në ndikimin e mbijetesës së biodiversitetit detar, janë me pasoja në cënimin ose përkeqësimin e treguesve të ekonomisë dhe në veçanti të zhvillimit të turizmit. Këto probleme janë ato që ndikojnë ose që mund të vlerësojnë se jemi para një fakti shqetësimi konkret lidhur me plazhet bregdetare të Vlorës. Kërkon studim, kërkon investim, kërkon specialist të veçantë urbanistik, hidroteknik dhe ajo që është më interesante dhe që dihet nga të gjithë, kërkohet devijimi i të gjithë kanaleve që shkarkojnë me ujrat e pa trajtuara. Ky shqetësim ka filluar që nga ndërtimi i këtij territori të Lungomares, sepse gjatë ndërtimit të kësaj ujrat që ekzistonin në mënyrë të çrregullt në rrjedhje sipërfaqësore u investua me kanale të betonuara për të shkarkuar në mjedisin detar. Dhe ky rrjet kanalizimit i betonuar që mund të jetë me një numër 3 deri në 7 kanale, është vështirë, sepse ndërkohë është shtuar edhe urbanizimi i pjesës lindore të plazheve, ku është Lungomarja, në krah të Lungomarjes ka një mori pallatesh e cila vështirëson devijimin e këtyre kanale. Por, siç thash, janë specialistët ata që gjejnë zgjidhje dhe është qeveria e cila duhet të investojë. Instituti Shëndeti Publik, pas studimit të kryer vitin e kaluar plazhin tek ish Akademia e Marines, por edhe plazhin e vjetër, e ka renditur ndër plazhe më të ndotura edhe në rang vendi. Nënkontraktorët e firmës MAPCO kanë qëndruar për të 15 ditë radhazi përpara kantierit të aeroportit të Vlorës, duke kërkuar të marrin mjetet dhe materialet e tyre të punës. Ata thonë se ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje zyrtare për situatën, ndërsa në zonë vijojnë të jenë të pranishme dhe forcat e policisë. Nënkontraktorët e aeroportit të Vlorës të firmës MAPCO, të cilët presin një përgjigje për mbylljen e punimeve në kantier, edhe gjatë ditës së sotme kanë qëndruar sërish përpara hyrjes së kantierit të ndërtimit. Kjo është dita e 5 radhas siç ata kërkojnë të hyjnë në kantier për të marrë mjetet dhe materialet e tyre të punës. Nënkontraktorët shprehen se janë ende në pritje të një përgjigje zyrtare, ndërsa deri më tani nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me situatën. Ndërkohë në zonë vijojnë të jenë të pranishëm efektiv të policisë. Përplasja ndërmjet Bexhet Pacollit edhe Valon Ademit ka nisur në vjeshtën e 2025 për administrimin e vijas. Palët kishin firmosur një kontratë notariale sipas së cilës pjesa e 2A Group do të rritej nga 2 në 49%, por kjo kontratë nuk u regjistrua në QKB. 2A Group ju drejtoi gjykatës e cila bllokoi veprimtarinë e MAPCO në asamble. Një tjetër pikë është kontrata e kredisë prej 100 milionë eurosh që MAPCO ka marrë nga fondi Delfos. Për këtë arsye Ademi hapi një tjetër proces gjyqësor, duke kërkuar pezullimin e çdo veprimtarie të ortakut Pacolli. Gjykata e apelit i njohu 2A Group dhe të drejtën e administrimit me argumentin se vendimi parandalon tjetërsimin e aksioneve. Përveç përplasjeve civile, Prokuroria e Tiranës ka nisur edhe hetimet për disa nga biznesmenët. Prefektura e Qarkut Vlorë përkujtoi këtë të premte Abedin Nepavishtën, ish prefektin e Vlorës në vitet 1931 deri në 1933, si një nga figurat me kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e qytetit. Prefekti Avis Allushi dhe historianët vlerësuan rolin e tij në drejtimin e institucioneve publike, si dhe në ideimin e bulevardit të Vlorës. Prefektura e Qarkut të Vlorës përkujtoi nëpërmjet një aktiviteti të zhvilluar këtë të premte Abedin Nepavishtën, ish prefektin e Vlorës të vitet 1931-1933. Në fjalën e saj, prefektja e Qarkut të Vlorës Avis Allushi e cilësoi Nepavishtën si personi i cili drejtoi idejësisht këtë institucion.
Sipas Allushit, Abedin Nepravishta njihet për kontributin e çmuar për qytetin në idejmin e bulevardit të Vlorës. Prefektja e Vlorës tha se Nepravishta ka qenë prefekt në disa qytete duke punuar fort në transformimin e tyre. Sot jemi mbledhur në këtë ceremoni përkujtimore për të nderuar një nga figurat më të rëndësishme të administratës shqiptare dhe një personalitet që la gjurmë të pashlyera në historinë e Vlorës dhe të Shqipërisë, Abedin Nepravishtën. Në historinë e qytetit tonë ka njerëz që jo vetëm kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, por që me vizionin, kulturën dhe përkushtimin e tyre kanë ndikuar drejt për drejt në formësimin e identitetit urban, institucional dhe kombëtar të Vlorës. Ai solli në Shqipëri frymën moderne të shtetformimit evropian. Në një kohë kur vendi ynë sapo kishte nisur rrugën e vështirë të ndërtimit të institucioneve, Abedin Nepravishta u vu në shërbim të shtetit shqiptar me përkushtim, integritet dhe vizion. Historiani dhe njëkohësisht drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik të Vlorës Skënder Spahiu relatoi një pjesë të historisë së ndritur të ish-prefektit të Vlorës Abedin Nepravishta. Spahiu e cilësoi Nepravishtën si figurë shumë dimensionale të palodhur e që bën pjesë në historinë e ndritur të qytetit tonë, por edhe të qyteteve ku punoi dhe dha kontributin e tij ndër vite. Në këtë formim ekselent, nisi karrierën si diplomuar në 1911 Abedin Nepravishta, në vitin 1911-1912, si atashe në vilajetin e Ninës, e nënprefekt i nënprefekturës së Përmetit në vitin 1912-1913. Ai u bën zyrtar në vitet së Flamit dhe Shpallës Pavarësisë në Përmet më 28 nëntor 1912, për të transferuar shumë shpejt nga qeveria shqiptare e kryesuar nga Ismail Qemali si nënprefekt në Lushnjë në vitet 12-13, në Mallakastër në vitet 13-14. Në vitet 14-21, Abedin Nepravishta u mor me punët e tij me tregti, duke u njohur kështu në historinë e vendit tonë si nga pionierët e kapitalizmit shqiptar. Abedin Nepravishta u vlerësua nga historianët, personalitetet dhe familjarët të tij gjatë ceremonisë nderuese të figurës dhe kontributit të tij. Në më të trupit ta, ai drejtoi me dignitet, drejtoi me frimëri, drejtoi me kulturë dhe vendosi të gjitha pikëtat që kemi në sot në Vlorë, ka vendosur Abedin Nepravishta. Rrugën Vlorë-Skel, që quhet bulevardi Ismail Qemali. Bulevardi Ismail Qemali në kohën e Abedin Nepravishtit përpara nuk ka ekzistuar. Në emër të familjarit pranishëm, ju falenderojmë përzemërsisht për këtë ceremoninë e nderimit të gjyqit ton Abedin Nepravishta. Ai ka qenë i lidhur me qarkun e Vlorës në një përkatësi të shumëfisht historike. Së pare ai ka lindur në fshatin Kuç të rrethit të Vlorës, si djali ish nënprefektit atëhershëm të nënprefekturës së Sokoshme të Llambërisë, me qendër në Kuç, që përfshinte shumë fshatra të Llambërisë bashkë me ato të Imarës. Ai që do e lidhte përgjithësi në historinë me Vlorën, ishte emërimi i tij në vitet 1931-33 në detyrën e prefektit të prefekturës së Vlorës. Po për një dukuri të rrallë për atë kohë, vetëm disa kohë më vonë, ai do të emëroi edhe sekretari i Bashkisë së Vlorës, detyrë që ai ushtroi paralelisht me atë të prefektit. Prefektja e qarkut të Vlorës Evis Allushi i akordoi pas vdekjes ish prefektit të Vlorës zotit Abedin Nepravishta medaljen e mirënjohjes me motivacionin për kontributin e çmuar për kushtimin e lartë qytetar dhe profesionalizmin e treguar në drejtimin e prefekturës së qarkut. Të dorëzoj një certifikat mirënjohjeje. Certifikat mirënjohje jepet zotit Abedin Nepravishta pas vdekjes me motivacionin për kontributin e çmuar për kushtimin e lartë qytetar dhe profesionalizmin e treguar në drejtimin dhe administrimin e prefekturës së Vlorës në pozicionin e prefektit në vitet 1931-1933 për vlerësimin e vizionit të tij shtetformues dhe një drejtuesi me prirje bashkëkohore për integritetin dhe rolin e rëndësishëm në mbështetje të zhvillimeve urbane dhe në modernizimin e administratës lokale, me respekt dhe mirënjohje për gjurmët e pashlyeshme në historinë administrative, urbane dhe shoqërore të qytetit të Vlorës. Shumë faleminderit zonja prefektit, shumë faleminderit dhe të gjithë ju vlenante që ishit pranishëm sot në këtë ceremoni. Abedin Nepravishta, krahas prefektit të Vlorës, ka qenë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Durrësit, por edhe prefekti i Elbasanit, si dhe nënpunës karriere në qytete si Shkodër, Korçë, Berat dhe Gjirokastër.
4 betoniere të tonazhit të rënd janë ndjekur gjatë natës në një kantier pune në Fushë Dukat. Ngjarja ka ngritur dyshime për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa policia dhe grupi hetimor kanë sekuestruar kamerat e sigurisë për zbardhjen e rrethanave. Katër mjetet të tonazhit të rënd betoniere janë shkrumbur nga flakët mëngjesin e së premtes rreth orës 2:30 në zonën e Dukat Fushës. Policia dhe forcat zjarrfikse pas sinjalizimin bërritën menjëherë në vendin e ngjarjes. 4 betoniere të cilët ishin të parkuara pikërisht në kantierin e ndërtimit mbrapa krave të mi janë shkrumbuar thuajse totalisht. Ndërkohë që grupi hetimor i policisë i stacionit të policisë Orikumit është duke u marrë me këshyrjen e kamerave të sigurisë për të parë nëse zjarrvënia ka qenë e qëllimshme apo ka qenë një shkëndijë elektrike e cila mori fillimisht në një prej betoniereve dhe më pas u përfshin 4 të tjera. Ndërkohë që policia është duke marrë kamerat e sigurisë për zbardhjen e plotës së ngjarjes. 4 betoniere digjen në Fushë Dukat, kantieri në pronësi të shtetasit me iniciale TM. Një ngjarje e rëndë është regjistruar gjatë natës rreth orës 2:30 në zonën e Fushë Dukatit, ku 4 betoniere të tonazhit të rënd janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri pune. Sipas burimeve paraprake, mjetët kanë qenë të parkuara në ambientet e kantierit në momentin e ngjarjes. Menjëherë pas sinjalizimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë dhe shërbimet zjarrfikse. Flakët janë përhapur me shpejtësi, ndërsa ngjarja ka ngritur dyshime të forta për zjarrvënie të qëllimshme. Efektivët e policisë dhe grupi hetimor kanë nisur menjëherë veprime të zbardhjes e plotë rrethanave të ngjarjes. Burime nga policia bëjnë me dije se janë sekuestruar kamerat e sigurisë të kantierit me qëllim sigurimin e pamjeve, të cilat mund ndihmojnë në përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe nëse kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme apo jo. Hetimet vijojnë teksa janë pikërisht pamjet e sigurisë, të cilat pritet të hedhin më shumë dritë për të përcaktuar edhe rrethanat e ngjarjes në fjalë. Ndërkohë dëmet e shkaktuara në 4 mjetet të tonazhit të rënd janë të konsiderueshme. Edhe një ditë pas ngjarjes, betonierët parkuara në vendin ku përfshin flakët u duken qartë gjurmët e djegjes, ndërsa mjetet janë shkrumbuar thuajse totalisht. Kalaja e Argjiros në Gjirokastër vijon të tërheq një numër të lartë vizitorësh me mbi 55.000 turistë të regjistruar deri më tani për këtë vit. Sipas drejtorit të trashëgimisë kulturore Ardis Duka, kjo shifër është rreth 10% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Së shpejti pritet të nisë dhe restaurimi i fasadave dhe pastrimi i bimësisë në bedenat e Kalas, ndërsa gjatë verës do të rikthehet edhe ekspedita arkeologjike. Kalaja Argjiro vijon të tërheqë një numër të lartë vizitorësh, ku statistikat për këtë vit flasin për më tepër se 55.000 turistë. Drejtori i trashëgimisë së kulturës Ardis Duka tha se kjo shifër është rreth 10% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kalaja e Gjirokastës përsëri vazhdon të jetë monumenti më i vizituar në vendin tonë, edhe në statistikat zyrtare të publikuara nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës, ku evidentuar që Kalaja e Gjirokastës është si të më vizituar për 3 muajin e parë të vitit. Konkretisht në muajin maj jemi në shifrat e 22.000 vizitorë, pra në periudha në data 1 deri në ditën e sotme. Brenda theksohet që në Kalaja e Gjirokastës aktualisht është duke u zhvilluar dhe një ekspozitë e rëndësishme e piktorit me famë në origjinë gjirokastëse të Bashkim Ahmeti, ku ditën e ndërkombëtare të monumenteve, të muzeve, në datën 18 maj, u çel kjo ekspozitë dhe pati një interes shumë të shtuar nga ekip ardashtit vendas. Po përmend faktin që në Kalaja e Gjirokastës nga muaji janar deri në mesin e muajit maj janë 55.000 vizitorë. Pra tregon një rritje të qëndrueshme dhe të konstante të numrit të vizitorëve për 10% është krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Ky trend besoj se do vazhdojë të jetë rritës dhe të gjitha indikacionet që kemi në të gjitha agjencitë vazhdojnë që të kemi opinione pozitive për të gjithë Kalajan. Sipas tij, pritet që së shpejti të nisë edhe ndërhyrja restauruese në fasadat e kështjellës, si dhe largimi i bimësisë që dëmton jo pak bedenat madhështor, ndërsa gjatë muajve të verës do të rikthehet sërish grupi arkeologëve për të vijuar ekspeditën e nisur gjatë vitit të kaluar. Drejtoria Generale të Trashëgimisë Kulturore, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, këtë vit në vitin 2026 në rajonin e Gjirokastës ose rajonin jugor, duke kryer disa prej investimeve më të rëndësishme, ku po përmendim vazhdimin e
restaurimit të qatisë të kishës Profet Iliane Lekël, cila u doq gjatë vitit 2025, apo edhe fillimin e restaurimit të qesë të koshtarit monument kulturore kategorisë së parë, i ndorur në bashkim me Maliej. Paralelisht, po vazhdojmë me artimin e projektit të restaurimit të Kalas. Pra, Kalaja Gjirokastës këtë vit do fillojë një projekt restaurimi dhe konservimi, pasi dhe vetë monumenti për shkak të numrit të lartë të vizitorëve apo dhe aktivitetet të ndryshme që kryen, ka nevojë për një ndërhyrje restauruese konservuese, kryesisht në të gjitha elementet e pasimit të fasadave në ambient, apo dhe konsolidimin e krejave të murit. Paralelisht do të bëhet edhe një vazhdim i gërmjeve arkeologjike në disa zona të Kalas ku mendohet që të ketë gjetje të rëndësishme arkeologjike. Kështjella Argjiron në Gjirokastër konsiderohet monument historik kulturor nga më të rëndësishmit në vendin tonë dhe një nga më të mëdhat në Ballkan. Prej disa vite kjo kala është renditur në krye të listës së monumenteve më të vizituara në vendin tonë dhe konkretisht në 2025 regjistroi 307.000 turistë vendas dhe të huaj. Aktualisht deri në këto momente vizitorët më të shumt janë nga shtetet e Francës dhe Gjermanisë. Veteranët e Flamurtarit zhvilluan në stadiumin Flamurtari një ndeshje miqësore me një ekip veteranësh, menaxherës dhe gazetarësh nga Britania. Aktiviteti synoi zgjerimin e bashkëpunimeve sportive dhe rikthimin e atmosferës së dikurshme të futbollit vlonjat. Ish lojtarët Kreshnik Çipi dhe Vasil Ruci vlerësuan rëndësinë e këtyre takimeve, duke theksuar se nisma të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen. Shoqata Veteranët e Flamurtarit në një tjetër aktivitet sportiv, këtë herë në fushën e stadiumit Flamurtari, ku përballë tyre ishte një ekip veteranësh futbolli, menaxherësh dhe gazetarësh nga Britania e Madhe. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte zgjerimi i bashkëpunimeve sportive dhe rikthimi i atmosferës së dikurshme në një sport ku për veteranët futbolli mbetet gjithmonë një pasion i madh. Në nisje të aktivitetit u mbajtë një deklarate për bashkët për shtyp, ku të ftuarit nga Anglia u shprehen të kënaqur që ndodheshin në Vlorë dhe vlerësuan historinë e legjendave të futbollit vlonjat. In 1986, is that right? That's right. 1986, so we've been playing for 40 years. Something. Çfarë këtu ne kemi bërë akoma në përballës? What tours around the world? We've played in Russia, in Burma, Myanmar, we've played in Iran. We played against a team of internationals in Iran, which is a fantastic game. And in fact, on that trip, it was the first time that ladies were allowed to come and watch a game of football. They might have expected players to be a bit younger than us, but nevertheless they came to watch the game. And I think Albania is the most exciting place in Europe to come. So we always wanted to come to Albania. Ndërkohë ish lojtari i Flamurtarit dhe kombëtares shqiptare Kreshnik Çipi udhëroi miqve anglez shallin dhe stemën e Flamurtarit. Ai theksoi rëndësinë që kanë këto aktivitete për të mbajtur gjallë pasionin dhe lidhjen me futbollin ndër vite. Po ashtu dhe ish futbollisti Vasil Ruci u shpreh se këto bashkëpunime dhe aktivitete sportive do të vijojnë edhe në të ardhmen. Ne jemi munduar ta ruajmë edhe në këto vite pas lënies së futbollit. Ajo është zhvilluar gradualisht, vit pas viti, fillimisht në kuadër këtu brenda duke u aktivizuar me njëri tjetrin, pastaj duke përfshirë edhe klubet e tjera, ish klubet të periudhës që ne kemi luajtur me qytetet e tjera. Kemi kaluar më tej në trevat shqipfolse, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, e kështu me radhë. Thelbësorja apo themelorja e këtij aktiviteti së pari është kënaqësia që neve na ka dhënë futbolli, edhe atë kur kemi qenë të rinj, po atë ndjeshmëri vazhdojmë ta kemi edhe sot. Duke pas parasysh që tradita është identitet, duhet ta ruajmë se s'bën identitetin e klubit tonë, të Flamurtarit. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Rasti sot, un jam së bashku me miq në një mendim që sporti në këtë rast i shërben shumë mirë edhe turizmit, në mënyrë të veçantë në qytetin tonë, që dihet tashmë është bërë një nga qendra, do të thosha, më atraktive për të kaluar pushimet e sezonit veror. Do vemi në vendet nordike më duket, por marrëdhënie e re, e bukur, miq të ardhur, kam 30 vjet që janë shoqat, jo vetëm shoqat sportive, por këta janë shoqat që përcjellin mesazhe të shumta, sidomos marrëdhëniet me biznesin, edhe marrëdhëniet turistike. Dhe na pëlqen që kryeva kjo lloj nisje e re dhe na pëlqen që kjo punë të vazhdojë. Gjën e parë që bën aftojnë. Veteranët e Flamurtarit vijnë kështu aktivitete sportive në futboll, këtë herë në një përballje miqësore me ekipin anglez, në kuadër të nismave të shumta sportive që organizohen nga këta të fundit në qytetin e Vlorës dhe jo vetëm.
Shqiptari Baki Goxhaj, i ndalur nga autoritetet izraelite, është liruar dhe ndodhet rrugës për të kthyer në Shqipëri. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha bëri me dije se diplomacia shqiptare ka ndjekur rastin që nga momenti i parë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet izraelite. Shqipëria ka kërkuar respektimin e plotë të drejtave të shtetasit shqiptar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe normat humanitare. Kam bëritur në Shqipëri aktivisti Baki Goxhaj, i cili u ndalua së bashku me qindra të tjerë në flotiljen humanitare nga izraelitët. Ai rrëfeu edhe momentet kur u ndalua në det dhe dhunën e përjetuar. Jemi poshtëruar, tha aktivisti Goxhaj, na lidhën duart, na morën zvar dhe kur bëra rezistencë më lidhën edhe syt. Kemi shëndruar me kokë poshtë, tha aktivisti i Free Palestine, ndërsa tregoi se 3 ushtare goditën para se të zbriste nga anija. Në rrëfimin e tij për lotur, Goxhaj tha se ata bëshin grupe i dhunonin, ndërsa u shpreh se ndjet krenar që ishte pjesë e flotiljes që sensibilizoi botën. Një grup aktivistësh dhe familjare pritën Baki Goxhaj në aeroportin e Rinasit mes tyre dhe një izraelit, me të cilin u përqafua me slotësh. Goxhaj u ndalua nga autoritetet izraelite në ujrat ndërkombëtare, pjesë e flotiljes Sumud, e nisur për në Gaza me një mision humanitar. Goxhaj në rrëfimin e tij të parë dhe emocional sa preku tokën shqiptare, tregoi për torturat shnjërzore nga ushtarët izraelit të cilët të dhunonin në grup aktivistët, të cilët u toroqën zvar nga anijet e tyre dhe u hipën në një tjetër ku u mbajtën të mbyllur për 2 ditë e 2 net, të trajtuar si bagëti, ndërsa u është dhënë edhe vetëm ujë e bukë thatë për të konsumuar. Kroqera luksoze Brilliance of the Seas mbërriti këtë të premte në portin e Sarandës me rreth 2264 pasagjerë në bord. Turistët kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Australia vizituan atraksione turistike të qytetit bregdetar dhe zonave përreth. Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore të kroqerave në Shqipëri, duke forcuar pozicionin e saj në hartën e turizmit shqiptar. Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore të kroqerave turistike në Shqipëri edhe gjatë këtij sezoni veror. Mëngjesin e kësaj të premte, në portin e qytetit bregdetar mbërriti një tjetër kroqere, me rreth 2264 pasagjerë në bord. Turistët që udhtonin në këtë kroqere vinin nga vende të ndryshme të botës, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Australia. Ata zgjodhën të vizitojnë atraksione turistike të Sarandës dhe zonave përreth, duke shijuar bukuritë natyrore, klimën e ngrohtë dhe mikpritjen shqiptare. Kroqera ishte nisur nga Dubrovnik dhe do të vijojë itinerarin e saj drejt Italisë, ndërsa ndalesa ishte në Sarandë, një nga pikat më tërheqëse të udhëtimit për turistët e huaj. Gjatë qëndrimit të tyre, shumë prej vizitorëve eksploruan shëtitoren Buzdetit, plazhet si dhe monumentet historike dhe kulturore të zonës. Edhe këtë sezon turistik, kroqerat e shumta kanë përfshirë bregdetin shqiptar në destinacionet e tyre, ku Saranda mbetet një nga ndalesat më të preferuara. Rritja e numrit të turistëve dhe interesimi i kompanive ndërkombëtare të kroqerave tregojnë se Shqipëria po forcon gjithnjë edhe më shumë pozicionin e saj në hartën e turizmit mesdhetar, duke u kthyer një nga vendet më të kërkuara për të vizituar nga turistët e huaj. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.